dy aktorë të talentuar, që fal humorit të tyre të veçantë kanë fituar zemrat e publikut. Bëhet fjalë për Donald dhe Romeo Veshaj, dy binjakët e programit Alpazar. Marrëdhënia e tyre si binjak, si arritën ata të futeshin këtij tregu dhe planet për të ardhmen, i zbulojmë në vazhdim. Romeo dhe Donald Veshaj janë dy aktorët e famshëm binjak të Alpazarit, që njihen si Montana dhe Montella. Ata fal talentit të tyre për pak kohë u bën shumë të njohur për publikun shqiptar, duke u armbyer zemrën, gjë që tregon edhe suksesin e padiskutueshëm që ata kanë korrur. Ata janë të suksesshëm edhe jashtë skenës së tyre të humorit, ku Romeo mendoi të dedikojë fushës së biznesit, kurse Donaldi vazhdon studimet për pikturë pranë Akademisë së Arteve. Kush ka lindur i pari? Veçanë se ne jemi binjak, nuk mund të dilnim të dytë në të njëjtën kohë. Edhe ndodhi që Donaldi doli i pari, është 5 minuta më i madh, të paktën kështu thanë mjekët. Ishte më i paduruari, le të themi, edhe unë doja të rija pak më shumë edhe i thash, dil ti plako. Si kanë qenë fillimet e tua si aktor? Fillimisht imitoja. Ka patur raste kur jeni zhgënjur nga vetja? Patjetër që ka pasur raste që jam zhgënjur qoftë në teatrin e Vlorës, që se kam pas lozë në teatr që është 16 vjeç, 15 vjeç, 16 vjeç, dhe aktorët më të vjetër më jepnin këshilla, edhe ndonjëherë kur nuk reagonte publiku, pas batutës që unë thoja, demoralizohesha shumë edhe lija gjithë pjesën tjetër të tekstit, binte, derisa shkonte grop shfaqja. Po që gabimi bën mësim. A ju ka ndihmuar ndonjëherë të qenit kaq shumë të ngjashëm? Një në orë të anglistes, nga që unë isha më i përgatitur se Donaldi në anglisht, në gjuhën angleze, edhe jam detyruar se kam vlla, të jepja provimin e anglistes për Donaldin, edhe sigurisht që kaloj, edhe nuk mor vesh, nuk na dalluan. Po që kemi pasur plot raste, sepse ti je binjak, ke shumë benefite, mendoj unë, për sa i përket të përdorësh ngjashmërinë e njëri tjetrit. Truse në shtëpinë time? Si e çka ore? Po pse më ja thar duart mua? O i vobek. Duart më për Feridenti mos i konsumo për punë e shtëpisë, budalla. Po jo, janë vetë një koqi shtëpie unë. Dhe ato për një koqire i duashe, nuk i duashe. Kur e zbulove talentin tënd të pikturës, duke qenë se ju tashmë studioni në Akademinë e Arteve për pikturë? Okej, kjo ka ndodhur në klasë të 7. Kam pas parë një video në YouTube që bëri portretin e Megan Fox edhe u befasova shumë e më pëlqeu mënyra si e bëja, mundova ta kopjoja. Normal që kisha bërë dhe pikturat të tjera, por shumë amatore. Dhe kjo doli shumë perfekte, dhe kur e kam treguar shokëve në klasë u befasuan. U befasuan dhe që nga ajo ditë gjithmonë shumë fillova portrete, këtë diun si çfarë. Cila është puna që Donaldi bën më me pasion, roli i aktorit apo të qenit një piktor? Nuk jam shumë i sigurt ku ta vendos veten. Një nga këto të dyja, por piktura është gjëja që bën më shumë pasion. Kur ke ecur për herë të parë? Po më të kanal diku tek 1 vjeç e pak. Diku te 1 vjeç e ca. Kush ju zbuloi si talent të aktrimi? Agron Llaka, i cili pati besim tek mua, më tha provoj. Rreth këtu e 3 vjetë e gjysmë më parë. Ideja ka qenë e Gonit, që i ka thënë Romeos pse jo thuaj dhe Donaldit ta provojmë këtë sepse del diçka e lezetshme. Cila ka qenë dalja e parë në skenë dhe si e kujton? Daljen e parë në skenë nuk kam për të harruar asnjëherë, ishte okej, po tregoj këto detajet. Në 10 minuta unë shkoja, në çdo 10 minuta shkoja 3 herë në tualet. Edhe kisha emocion shumë madh edhe për herë të parë që dola në skenë. Të tjerët, aktorët e tjerë më thoshin që nxehu, që të qarkulloj gjaku, gjitha këto bashkë, sepse kam qenë 17 vjeç.
kam qenë i vogël e them. Edhe në momentin që unë po bëja nxemjen, unë godas mikrofonin nga mbrapa dhe më rëzohet mikrofoni. Unë përveç emocioneve kisha edhe këtë merakun, thash ç'a ti bëj? Kameramani tha, nuk e di pse bëri aq tragjike, sepse unë tani e kuptoj që s'ka asgjë të bie mikrofoni, se të bie mikrofoni dhe në skenë nuk ka asgjë të keqe. Edhe futa në xhep edhe dola pas gjithë audiencën, gjithë publikun, kisha atë familja që shikonte. Edhe për mbaj mend provat e para gjenerale që kam bërë me kamera, unë kam haruar tekstin vetëm se më vun lavjersin, vetëm se më vun mikrofoni, thash mikrofonin. Provën e parë unë isha shumë në siklet. Me gjithë personat që ishin aty, si me Goni, si me Beharin, isha shumë siklet. Për çdo gjë që bëja isha shumë i kujdesshëm se mos bëja diçka të gabuar, ku diun se çfarë. Ishte gjithë sikletshme nga ana ime, por që shkoi mirë. Si do e përshkruaj Agron Llakajn me 3 fjalë? Idhull, dedikim, mjeshtër i madh. Mjeshtër i madh, njeri me zemër shumë të madhe dhe humoristi më i mirë në Shqipëri. Cili është më i sinqert? Më i sinqert është Donaldi. Më i sinqert është Donaldi, kurse unë jam pak më diplomat, i bie pak më klasa. Tani do gjende shumë egoiste të thosha unë, por që unë jam. Një ngjarje apo histori kur jeni telepatik? Ndodh shumë shpesh, si çdo njeri që këndon një këngë me mendje, kur është në kuzhinë, kur është në dhomë gjumit, edhe kur bashkohemi, ndodh shpesh që kur bashkohemi të dy në korridor ose në kuzhinë, ne këndojmë po të njëjtën këngë, po të njëjtin llaf, po të njëjtën fjalë të këngës. Që kjo na çudit, kurse kur bëjmë pyetje të tjera ne përgjigjemi një lloj, ndodh shumë shpesh. Romeo kishte dalë me një gocë dhe unë po flia gjumë, kjo është shumë e pabesueshme, domethënë. Edhe ndërkohë që unë po flia, unë po shikoja gjërat që ai po shikonte me syrin e tij. Çfarë po shikonte ai, po shikoja unë në ëndër. E kupton? Unë isha ai në ëndër. Dhe kur zgjohem me marr telefonoj ku je, e kupton? E takoj, i them ore kështu. Më ka parë me një lloj abie që s'ka mundësi, por që rezultoi që kishte një lloj përputhje shumë të madhe. Cila ka qenë fotoja e parë nudo? Fotoja ime e parë nudo. Fotoja ime e parë nudo ka qenë bashkë me Donaldin, kur kemi qenë rreth 2 vjeç, ka qenë koha e 97-s, edhe kemi qenë lidhur me çarçaf në kokë, edhe ishte një lloj arme që marrim në dorë, ishim të dy lapurish. Kur kemi qenë 1 vjeç, më duket, me armë në dorë, dhe kishim diçka jashtë, mbaj mend, dhe ishte pjesë e 97-s, sa ku diun se çam. Dhe unë me Romeo jemi të dy me tip kallashi në dorë. Foto kaçavide me pak fjalë. Kohë shtangës, diçka e tillë, por që ajo është fotoja e parë ime nudo. Kush ju ndjek më shumë nga familja? Më shumë nga familja, dua të them na ndjek babi. Edhe mami dhe vllai i vogël po ashtu, por që më shumë më i fiksuar pas nesh është babi. Familjen e kam gjithmonë krah, sidomos babin më shumë. Femra ideale. Për mua duhet të jetë një femër e gjatë, të jetë brune, të jetë pak solide, të jetë që kemë mbledhur me forma, kështu do mbëlqente. Femra ime ideale është, si e mendoj unë, domethënë, e gjatë, brune, e veçantë te pikpamja e fytyrës, ato gjërat fund shpina duhet i ketë mirë, për shembull, më pëlqejnë pse jo. Janë interesante. Dhe kjo është gjëja femër ideale. Cila është pija e preferuar? Jager me Red Bull. Whisky. Ngjyra e preferuar? Ngjyra ime e preferuar është ngjyra zezë. Blu. Makina e preferuar? Makina ime e preferuar është BMW-ja. Benz. Det apo mal? Mua më pëlqen më shumë deti, po dhe mali jo pak. Det. Stina e preferuar? Stina ime e preferuar është Vera. Vera. Ushqimi i preferuar? Makaronat me kim më pëlqen shumë. Makaronat. Sportiv apo klasik? Më pëlqen më shumë sport, po dhe klasik nuk nguroj të vizhëm. Sportiv. Sporti i preferuar? Sporti im i preferuar është futbolli, pasi kam luajtur për një kohë gjatë dhe futboll. Futbolli. Mendimi për kombëtaren tonë të futbollit? Për kombëtaren tonë të futbollit mendoj se po ecin mirë. Janë sa vinë, kemi shumë pritshmëri nga ata djem.
Ma mbush zemrën me gëzim kur fitojnë ata, për shembull. Jam djegës i fort i futbollit, sidomos i kombëtarës. Luan skedina? Jo, shumë rrallë, por Donaldi luan shumë. Luan më shumë nga mua. Skedina luaj rrallë, por që nuk jam ndonjë i fiksuar për skedina që do los skedina. Los vetëm sepse më pëlqen që të parashikoj gjërat. Si është raporti juaj me alkoolin? Raporti me alkoolin të premte dhe të shturmën pik. Jam qef. Ja kam shumë qef alkoolin. Cila është muzika që dëgjon më së shumti? Muzika që unë dëgjoj më shumë është R&B, hip-hop. R&B. Cili është aktori i preferuar? Jim Carrey më pëlqen shumë. Jared Leto. Cili është filmi i fundit që keni parë në kinema? The Legend of Tarzan më pëlqen shumë. The Conjuring. Sa serioz janë aktorët e humorit në jetën e përditshme? Të jesh një aktor humori për mendimin tim nuk do të thotë se edhe në jetën e përditshme duhet të jesh shumë funny. Një aktor nuk është se bën humor edhe duhet të jetë gjithmonë humor në jetën e përditshme. Ka raste që mund të jesh intencionuar i nevrikosu sepse jeta nuk është vetëm humor për mendimin tim. Cili është mesazhi i fundit për publikun? E qeshura të zjat jetën. Unë e nis gjithmonë ditën me një shprehje që ka thënë e madhja dhe shenjtoria në Tereza, që thotë dita më e bukur sot. Nëse i bëm dy pyetje. Nëse punon, çdo ëndër mund të bëhet realitet. Në punë të madhe dhe të fortë dhe të jesh shumë pasionat në atë lloj gjëje që bën.